Por përse i duhet që një shoqëri e tillë sikurse e Shqipërisë, e Republikës sonë, e dalë vetëm 3 dekada, nuk janë bërë akoma nga një regjim nga më të egrit, që ka përjetuar të gjitha persekutimet që mund të imagjinohen dhe jo. Dje ishte dita përkujtimore e martirëve që ishin vrarë për besimin e tyre 35 vjet më parë. Po, me hapja e 4 nëntori 1990, përse duhet kjo në emër të integrimit, kur, për integrimi gjithë shoqërisë shqiptare, edhe këtë përmes referendum, apo edhe përmes një lloj qëndrueshmërie saj për herë në këto 3 dekade ka shprehje, përse të mos shkohet në një referendum. Dhe përse duhet unë nuk ka një pse jo patjetër dhe ka dhe një paqëndrueshmëri të iskajshme dhe të këtyre që quhen klasë politike. Doktori s'ka pse thot tani vlerat e familjes ta bani kombëtar, ta bani ndërkombëtar. Doktori ka qenë në vitin 2010 dhe ka shpreh aprovimin e tij, pavarësisht ka qenë fillesë e veta për diçka të tillë. Për diskriminat duhet bëhet ligj patjetër. Jo, nuk ka qenë për diskriminat. Kanë thënë për doktor Berisha. 10.221 është ligji. Nuk është për të, thjesht ka qenë startimi i kësaj rrjedhe ku ka ardhur sot. Ai po Berisha tha deklaratën, ai ka këtë bën politikani për shembull. Ja në këtë rast duhet me Berishën të merreni dhe t'i thoni pse avancove kur ligji veti diskrimimin nuk e thoshte. Patjetër jemi në për diskriminim. Ai avancoi për rregullime. Berisha vetë. Ku? Në çfarë? Në 2010-ën, kur është mbaruar ligji, se ligjin e kemi bërë ne ju, thash dhe i di shumë mirë hollësisht se çfarë ka ndodhur. Mbasi ligji u bë, Berisha ka dalë dhe ka thënë që u bë ligji kundër diskriminimit, erdhi nga shoqëria civile, është një ligj shumë i mirë etj. Dhe ai tha përmendi edhe këtë që tashmë këta njerëz janë të lirë dhe të martohen. Në fakt, ishte në ligj apo ishte thjesht me fjalë? Kjo nuk është ligj. Kjo tregon që ai si politikan e pranoi dhe këtë gjë. Kjo është çështja e njerëzve me përfaqëson ligjin. Ta përfundoj. Ndaj po e përmendni që edhe klasa politike, pra nëse janë shqiptarë në sensin e përgjegjshmërisë që kanë ndaj qytetarëve sepse votohen prej tyre, duhet që të jenë po kaq koherent në lidhje me tematike dhe me çështje të tilla. Po nuk është një shashk apo një shaka e radhës që tani të rendim kaq shpejt sepse u plotësua normativa, po them me gjuhën e para 90-s për të hyrë në Ti biem shkurt. Ka përse. Plus që përmes sa ndjes, e mbaroj. Plus që përjashtohen thash, nëse do ta quaj kështu të gjitha grupet e interesit nga marrja e mendimit tyre. Dhe marrja e mendimit jo skutave, nuk ka arsye përse. Nuk ka arsye përse. A është projekt ligj që meriton të kalojë në referendum apo jo? Patjetër. Me referendum. Kaq. Nëse populli vendos, jemi okej, sepse nuk mund të kemi... Nëse nuk nuk kemi populli e ka vendosur jeton me ta, nuk e ka vendos populli që të... Nuk ka vendos populli... E di qarë do t'i vend vullë Shqipërisë të një vendi homofob, dhe jo Bashkimi Evropian që s'meriton të futen me këto, po duhet kthehemi shumë. Po i vëm vullën, a mund ta lexoj unë të lutem? Sepse sigurisht shoqëria është akoma, por ligjet edukojnë. A mund ta lexoj? Edhe nuk është dakord, shumë njerëz janë, edhe shumë njerëz mund mos jenë dakord me të. Të lutem, a mund ta... Po, ky nuk është edukus si ligj. Ky është imponus. Sepse ky ka sanksione, zemër. Ky thot, nëse ti përdor një gjuhë tjetër nga ai që ta përcakton ligji, për atë ti ke sankcione, është imponus. Ai të shkon në shkolla, ai të shkon te fëmijë 3 vjeçar. Për këtë, nëse ti e sham tjetrin të tillë, mund të marrësh kushti mua fëmijën Elca, duhet ta edukoj mami dhe babi vet. Jo, mami dhe babi do kanë pjesën e tyre, Jo. Fëmijët larg duart nga fëmijët e shqiptarëve, lërin fëmijët e shqiptarëve të edukojnë prindërit e tyre. Prandaj shkollat shqiptare po ecin kështu kaq mirë. Mësojnë sepse e kanë shkatruar edukimin me kurrikulat edhe me dhe shkolla le të edukojë për matematik, për gjeografi, nuk ka nevojë fëmia 3 vjeçar ti thuash ti, hajde thuaj nipit tim që ndoshta nuk je djalë. Hajde thuaj nipin tim, edukoje nipin tim, ndoshta nuk je djalë. Elca foli për të ardhmen, ky ligj thash dhe për të ardhmen. Ne do bëhemi gjyshër. A mund ta lexoj unë këtë, të lutem? Kur flasim, po. Të lutem, se është e rëndësishme për mua.
ndryshimi i ligjit të vjetër, si ka qenë ligji vjetër për mos diskriminimin ose barazin gjinore. Barazi gjinore është pjesëmarrja e barabartë e femrave dhe e meshkujve në të gjitha fushat e jetës. Për çfarë ka pas nevojë ky ligj të ndryshohet? 2008. Pjesëmarrja e barabartë e femrave dhe e meshkujve në të gjitha fushat e jetës. Po mund të jetë pjesëmarrja e të gjithëve, këtu është përfshirë të gjithëve. Jo, nuk është të gjithëve, ta lexoj ligjin e ri. Këtë të ri. Jo, nuk është teknikalitet. Se kjo është gjithë strumullari. Jo. Barazi gjinore, të drejta, përgjegjësi, mundësi, pjesëmarrje dhe përfaqësim të barabartë të grave dhe burrave, jo më femrave dhe meshkujve, të grave dhe burrave në të gjithë diversitetin e tyre. Çfarë diversiteti ka këtu? Më thuajnë çik? Sigurisht të diversitetit tyre, zgjedhjen që ata kanë në jetë, se si ndjen ata, këtë pra. Pra thuaj tamam që unë nuk jam dakord me këtë gjë dhe kaq. Ti je sinqert, sepse kolegët e tua gjithmonë e kanë mohuar dhe kanë thënë, ky projekt ligj thot, nuk ju po disinformoni, ky projekt ligj është vetëm për femrat dhe meshkujt, nuk është për. Kush ka thënë kështu, nuk e di. Kush ka thënë Mirë Arçi Mandriti, Altin Azizaj, në këtë studio e kanë thënë. Edhe janë ngrindur, janë bërë kasapan këtu në këtë studio, kanë thënë që ti po disinformon, ti po gënjen, ti nuk po i thua shqiptarëve të vërtetat, sepse ky në kuptim figurativ, kur them kasapan mediatike. Pati një debat fort, por kasapan mediatike, ishte kasapan mediatike, ishte. Prandaj edhe ky mision duhet të shërbejë më shumë sqarimit qytetarëve, sepse realisht ka shumë pikë pyetje nga ana e tyre. Po shiko, Elsa po e pranon. Duhet që vetë ata ti ta kuptojnë mirë këtë ligj. Elsa, a mund t'ja shpjegosh shqiptarëve sipas këndvështrimit tënd? Si është ky ligji? Është për burrat dhe gratë apo është për më tepër se sa burrat dhe gratë? Për kë? Dhe të gjithë, dhe ka ca të tjerë që neve ata konsiderojnë burra dhe gra, por neve si konsiderojmë ashtu, majoranca, ata që janë heteroseksual. Heteroseksualet, ata njerëz ju vën gishtin dhe i thotë ti si as burra as grua, ti si e për mua, ti si e për këtë shoqëri. Po çfarë janë ata? Ata janë ata që janë dhe ti do t'i respektosh. Jo, çfarë si quhen? Ata të quhen si të duan, gay, lesbian, transseksual, të quhen si ta ndjejnë. Dhe ky ligji mbulon të gjithë. Duhet të jetë për të gjithë. Nëse s'është, është gabim. Kaq, ky është mendimi. Por ata nuk konsiderohen femër dhe mashkull? Të konsiderohen si të duan. Është e drejta në seks biologjik po flas, sepse po shumë lind pyetja. Ministria e Shëndetësisë si do t'i trajtojë ata? Si do t'i trajtoj? Pikërisht pra se Ministria e Shëndetësisë, qofse do ketë vetëm një straight burr dhe grua, dhe nuk do ketë asnjë ligj i cili mund të abuzoj pikërisht ligjvënësi. Shteti abuzon me njerëzit të cilës janë as ashtu dhe ndjen ndryshe. Kjo është psikologjike, ndërsa kjo është ideologji. Të drejtave të njeriut, është ajo që vjen nga shteti drejt doktori do shkosh të shërosh metabolizmin që është XX dhe XY, nuk ke një tjetër aty. Ne po flasim për të vërtetën, jo ndjesin.